Një varg qep është 110 metra i gjatë, është vendosur mbi urën e mesit në Shkodër, në një nismë të fermierit nga Postriba Kujtim Plangaj. Vargu gjigant me peshë rreth 1.2 ton u realizua pas 5 ditësh pune dhe me mbështetjen e fermierëve të zonës dhe të rinjve të organizatës Act for Shkodra. Nisma kishte si qëllim promovimin e traditës rreth 300 vjeçare të kultivimit të qepës në Postribë dhe të rriqjen e vëmendjes së vizitorëve drejt kësaj zone. Rrallë falenderoj Zotin, që kam mundësi me mojt premtimin para 3 vite që kam deklaruar për këtë vargun sa ura vjetër e mesit 190 metër. E nisa para 5 ditëve këtë varg, 5 ditë ka bon vargu më bon, 190 metra. Kemi marrë pjesë afërsisht ka 3-4 punëtorë në ditë, afërsisht 20 punëtorë janë dashur 25 punëtorë mu realizu këtë varg. Ka për afërsisht 1.2 ton qep. Këtë e kam bën më tepër iniciativë heme për respekt zonës teme të Postribës, për respekt qepsh autohtone jona është 300 vjeçare dhe për urën e mesit që është mrekulli zonës tonë. Për zonën teme, për Postribën. Me njoftë sa më shumë qepën tonë autohtone 300 vjeçare, është qep e jashtëzakonshme, e shijshme, nuk është si qep tjera që ka tregu vendës apo importi që vinë për jashtë, është qep e jashtëzakonshme në shije. Kjo është promovim tosh për qepën edhe për zonën tonë. Kjo nismë kthye në një simbol të traditës, punës së fermerëve dhe identitetit bujqësor të Postribës.